Montimi i këtij vinçi në vend punishte u kthye në fatalitet për një punëtor 26 vjeçar. I ndjeri humbi jetën pas rrëzimit të vinçit, ndërkohë që një punëtor tjetër i vitit 2008 mbeti i lënduar. Vinçi pas rrëzimit ra mbi këtë objekt banimi, mirëpo fatmirësisht asnjë banor i objektit nuk u lëndua. Gjithë ngjarjen e pa nga afër Myrvete Drevinja, banore e lagjës së spitalit. Në atë moment ke shtëpi një gotu i dola në Ballkan edhe tash edhe vetë se kërë kom një brimen edhe kom pa që u luhat krani, e jam mur anën edhe ata dy jenë tre. Jenë konë qatë kranin e oranjë që është portokall, qaj që aty që orëgju. Mbita jenë konë edhe ata ne jam mur anën, ajo pjesa marën, ata të orë, të poshtë, të burtit, të i që durët, njone për i tënve ka këcy kërë roma poshtë, e dytë e aj tjetëri, ka metrat. Tani edhe një tjetër o konë në tjetërin kran, që i bardhi që është që aty me hekrat bardhi, edhe aj e pas ka pësu lëndime. E aj sa ka mujtë me jodhon ndim, veç trishtimat madhë një teme nuk kom pa. Televizioni ka siguruar edhe disa pamje nga brenda shtëpisë, ku shihen dëmet e shkaktuara. Pronarët e shtëpisë nuk folën para kamerës, por prapasaj i thanë televizionit se disa herë kanë lajmëruar inspektoratin e punës për shkak se sipas tyre kanë munguar shiritat e sigurisë nga kompania përgjegjëse. E intervenimi në këtë vend punishte ishte mjaft i vështirë edhe për dhjetra zjarfiksit e angazhuar. Dy persona kanë qenë do të përplasur nga lifti, siç po shi do të kushtet kanë qenë shumë të këqija për më bë tërheqje atyre, por zjarfiksit duke kallëzuar një profesionalizëm kanë bërë tërheqjen e dy të lënduar dhe janë hospitalizuar. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Inspektorati Qendror i Punës konfirmoi se asnjëherë nuk janë kryer inspektime në këtë vend punishte. Subjekti në fjalë nuk ka qenë inspektuar më parë nga Inspektorati Qendror i Punës për shkak se punimet ndodheshin në fazën fillestare të ndërtimit, përkatësisht në fazën e realizimit të themeleve. Në teren ishin edhe inspektor e zyrtar policor. Për rastin reaguan edhe nga komuna e Prishtinës, duke thënë se me kohë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Kryeqyteti falenderon secilin pjesëtar të shërbimeve emergjente për angazhimin, guximin dhe profesionalizmin e treguar në këtë ndërhyrje jashtëzakonisht të vështirë, lidhur me shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, njësitet relevante policore në koordinim me prokurorin e shtetit kanë filluar hetimet për zbardhjen e plotë të rastit. Njëri nga të lënduarit po vazhdon trajtimin mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës.